Fusni këtë produkt në lavatrice kur lani rrobat, do befasoheni me rezultatin. Sigurisht që nuk ka asgjë më të keqe se njollat nga vera ose ushqimi në këmishën tuaj të bardhë. Për t'i bërë gjërat edhe më keq është e vështirë t'i heqësh këto njolla edhe me produkte më të shtrenjta. Pra, çfarë duhet të bëni për këtë? Sot do ju tregojmë disa truke të thjeshta që do të pastrojnë lehtësisht njollat dhe do të bëjnë përsëri rrobat tuaja të bardha si në fillim. Asnjë agent blerës që është plot me kimikate nuk është kaq efektiv kundër njollave sa që janë këto produkte. Por mos u shqetësoni më, në këtë video do ju tregoj me një truk që do ju pastrojë lehtësisht dhe në mënyrë efikase rrobat. Pasi t'i provoni, nuk do t'i ndani më. Thjesht ndiqni këto udhëzime. Soda. Thithni rrobat në një përzierje me 4 litër ujë dhe një gotë me sodë buke, më pas pak minutash do të vini re se do të kthehet ngjyra natyrale e tyre. Uthull, mollë dhe limon. Kjo është një përzierje fenomenale për njollat në rroba. Thjesht përzieni lëngun e limonit me uthull me detergjent dhe lani rrobat në mënyrë të zakonshme.